Përveç librave që i përmenda që shikues të cilët s'kanë pa, në ari ka dy libra me poezinë, nëse s'gaboj. Pari ka qenë Prallat magjike, i dyti është On në prozë. On në prozë, po. Në ndërkohë, do flasim sot për librin e tretë, apo kemi risi tjera në halë? Sot, do me thunë, kemi me folë për një risi pak më ndryshe, një risi e cila nuk është aq larg idesë që kom përmende dhe në herën e kalume. Normalisht as librat nuk kanë me qenë anash në harit, po kësaj here kemi me folë rreth podcastit vetëm në Republikën e Kosovës, i cili është në kuadër të një shkolle në Mem Podcast. Do me thonë, je duke realizu në shkollën të ndër, e në ari është dalë të shkollën se Mendo Vraku, një podcast me cilin ke dashtë me arrit edhe atë andrën të ndër tjetër që është moderimi dhe mediat. E vërtet, do me thunë me një farforme nuk e lash ato andrën ta me uzbe, pasi që kemi kalu në objektin e shkollës e Mendo Vraku, pas zgjedhje si kryetare e Këshillit Nxanca, ose e rinis shkollës që quhet ndryshe, edhe do me thunë kam qenë gjithkohë se çka me sjell risi, çka me pru